Një aksident i rënd ka ndodhur në fshatin Lepenic të Vlorës, ku një automjet i Prenault ka rënë në lum. Nga të dhënat paraprake mësohet se drejtuesi i mjetit AA, 35 vjeç, ka humbur kontrollin e automjetit dhe ka dalë nga rruga duke përfunduar në lum. Si pasojë e aksidentit, janë dëmtuar e reja dhe 2 fëmijët që udhtonin me të cilët janë dërguar menjëherë në spital dhe ndodhen nën kujdesin e mjekëve. Ndërkohë, grupi hetimor po kryen veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit. Njoftimi. Vlorë, informacion paraprak. Sot rreth orës 10:40 në fshatin Lepenic, shtetësja AA, rreth 35 vjeç, duke drejtuar automjetin tip Renault. Dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit dhe ka dalë nga rruga duke rënë në lum. Si pasojë e aksidentit, janë dëmtuar drejtuesja e mjetit dhe 2 fëmijët që udhtonin me të. Të 3 shtetasit janë transportuar në spital dhe ndodhen nën kujdesin e mjekëve. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po kryen veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.